Gara ishte shumë e bukur, terreni është mjaft i bukur sepse Shkodra ka itinerare dhe male shumë bukura. Gara ishte tepër e fortë për shkak të rivalitetit të ekipit të Kosovës dhe gjithashtu dhe ekipi Vllaznisë. Mundova për vendin e parë, por sportisti i ekipit të Kosovës ma mori metrat e fundit dhe i dyti. Si e pret ditën e nesër? Nesër është një etapë më e gjatë se e sotmja. Unë jam sportist i rezistencave, do me thonë i distancave të gjata dhe shpresoj nesër një vend i parë. Ku qëndron sfida e këtij viti në këtë trofe? Çdo vit është bërë si histori, do me thonë Kupa Agim Tafilit. Unë jam fituesi shumë herë i Kupës Agim Tafili dhe është nder sepse Agimi është një ndër sportistat më të mirë dhe më të spikatur në kohrat e tij për fitoret dhe për rezultatet e larta që ka dhënë për sportin e ciklizmit. Edhe diçka e fundit, në maj do të jetë akoma më e rëndësishme turi i Shqipërisë, po përgatitesh dhe çfarë synimesh? Po, gjithë këto aktivitete që po bëjmë edhe garat që kemi para turit Shqipërisë janë për arsye që edhe ne si sportistat të ngrem nivelin e performancës që në turin e Shqipërisë, se turi i Shqipërisë është edhe me ekipe të huaja dhe shpresojmë për fitore. Vjet arritëm dy vendet para, një në Shkodër dhe një në Vlorë që e fitova unë. Dhe këtë vit shpresojmë ekipore, vendin e parë domethënë si kombëtare dhe fanellën e verë shpresojmë.